Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Mirë se vini në këtë ditë të bekuar. Mirë se vini në këtë 25 vjetor, një ditë e shënuar për gjithë ne. Më 20 maj 2025, televizioni i shqiptarëve të Amerikës, Alp TV USA, mbush 25 vjet jetë. Një çerek shekulli për kushtim, një jetë e tërë dashuri, një rrugtim i vështirë por fisnik, të lindësh si një media në diasporë është një sfidë, aq më tepër që një media televizive mungonte në atë kohë. Të mbjetosh për 25 vite dhe të rritesh si zëri dhe pasqyra një kombi në mërkim, kjo është një arritje që kërkon më shumë se sa dëshirë, kërkon përkushtim ndaj rrënjëve tua, ndaj gjakut tënd, ndaj gjuhës, këngës, zemrës shqipe. Kërkon që peshën e fjalës së lartë shqipe ta përcjellësh përmes teknologjisë moderne me mjete kompjuterike, me vizion, përkushtim dhe dashuri. Kërkon që fryma kuqezi të mos shuhet kurrë, pavarësisht se sa larg janë brigjet tona nga brigjet e vendlindjes. Pra qëllimi i vetëm i hapjes së këtij televizioni ka qenë dhe mbetet të shërbejë diasporës shqiptare në të gjithë fushat e jetës së saj. Fillimisht në Michigan e më gjërë në SBA. Ne jemi krenar, sepse Alp TV USA është televizioni i parë dhe i vetmi në kohë dhe në hapësirë në gjithë diasporën shqiptare kudo në botë. Ky çerek shekulli e vërteton këtë, sepse Alp TV USA nuk është një biznes përfitues, por më shumë se një biznes i përkushtimit për komunitetin shqiptar, për të tjerët, jo më kot. Një portret i nënës Teres ndodhet në balë të studios son, si simbol i shërbimit pa kushte dhe dashurisë për njerëzit tanë. Atë dashuria dhe pasioni janë gërshetuar me një punë të palodhur, me sakrifica të mëdha për të arritur objektivin që Alp TV USA t'ju shërbej sa më profesionalisht bashkëdhetarëve në emigracion. Kështu pra, televizioni i shqiptarëve të Amerikës u themelua në një kohë kur ekzistonte një zbrasti mediatike televizive, një boshllëk në pasqyrimin e jetës shqiptare në emigracion, një nevojë vërtet për një zë të përbashkët, për një dritare që do pasqyronte më gjerësisht dhe më nga afër realitetin, sfidat dhe triumfet e komunitetit tonë. Dhe kjo dritare ishte dhe mbetet Alp TV USA. 25 vjet janë një jetë punë dhe përkushtim, por që fatkesisht shpeshherë gjatë gjithë kësaj rruge nuk është vlerësuar si duhet. Por në këtë udhë të gjatë, ne kemi hedhur çdo hap me guxim, me bashkëpunim dhe idealizëm, sepse Alp TV USA është fruti i dashurisë për kombin, është frymëzimi i bashkimit kombëtar, është një arritje e një drejtuesi dhe një stafi që bëri mision jetësor shërbimin ndaj komunitetit, e një stafi që pavarësisht kushteve, qëndroi gjithmonë në krah të kauzës, e mbi të gjitha arritja e një komuniteti që besoi dhe mbështeti këtë ekran. Televizioni ynë ka jetuar për 20 vjet dhe do të jetojë edhe 100 të tjera, për aq kohë sa do ketë shqiptar që thon bukës buk, e që ndjejnë shqipe në zemër, që krenohen me flamurin tonë. Ne jemi bazuar në strategji dhe mbështetur nga një strukturë programore në nivelet e mediave bashkohore, që realizon misionin nëpërmjet programeve tona të shumëllojshme që mbulojnë të gjithë fushat e jetës në migracion dhe vendlindje. Emisionet tona si Thank You, Argument, Dhimbje, Lot, Shpres, Horizont, Univers, Fjala specialistit, What's New, Hiparada, Hapësirë pa kufi, Kur bie fylli, Çiftelia, dëgjoni këngën time, Alp TV USA në bizneset shqiptare, Kombi ynë, Memo, kronika informative, lajmeve speciale, rubrika sportive, emisioni për fëmijë, shqiponjat flasin shqip e tjerë, na bëjnë të ndjehemi krenar, pasi ndiqen dhe parapëlqehen nga ju. Ndaj sot, Alp TV USA ofron një platformë për shqiptarët që jetojnë në Amerikë, për të qëndruar të lidhur me vendlindjen, me rrënjët e tyre kulturore, nëpërmjet një sër programesh që përmendëm, duke përfshirë lajme, dokumentar, muzikë dhe emisione argëtuese. Alp TV USA ofron një dritare në mënyrën e jetesës shqiptare, duke shfaqur historinë,
traditat, zhvillimet moderne të vendit. Ajo shkon përtej ruajtjes së kulturës. Ajo shërben gjithashtu si burim informacioni për komunitetin shqiptaro-amerikan duke ofruar lajme dhe përditësime mbi çështjet shqiptare dhe amerikane që janë të rëndësishme për komunitetin tonë. Kështu pra, komuniteti mbetet i informuar dhe i angazhuar, duke i lejuar shqiptarët të marrin pjesë aktive në shoqërinë amerikane, duke ruajtur identitetin ton unik kulturor. Ne sot jemi një arkive gjallë e historisë çerek shekullore të diasporës Amerikës në video që se gjen kërkum. Ndaj, me krenari, mund themi se jemi i pari dhe i vetmi televizion shqiptar me transmetim ditor në prime time në Shtetet Bashkuara me 2 orë në Comcast në Michigan, me 24 orë live në mbar botën, në TV over IP, në Shqip TV, TV Alba, Tibo dhe website-in ton alptvusa.com. Jemi në Facebook, në YouTube, me mira ndjekës na motivojnë çdo ditë, po ashtu tani edhe në sajt angazhimit ton në Facebook, në Instagram, në Twitter, në TikTok. Ne kemi rritur dhe arritur numrat pa imagjinueshëm shikuesish dhe likes nga gjithë bota dhe vlerësuar nga agjensitë përkatëse mbi 7 milion shikues. Tani së fundi, në bashkëpunim me kompaninë Lightcast, televizioni ynë mund të shihet në të gjithë botën. 24/7 në aplikacione në Smart TV, në platformat OTT, Roku, Apple TV, Fire TV, si dhe në aplikacionet brenda Smart TV, si Samsung, LG dhe Video, pa pagesë për të gjithë shikuesit, si dhe në çdo celular. Aplikacionet tona për Apple dhe Android mund të shihen kudo në botë dhe në vendlindje. Natyrisht, edhe radion ton e dëgjojnë në çdo makinë. Me krenari, ne mund themi se kemi qenë gjithmonë një hap përpara me teknologjinë. Produksione me high definition, filmime në natyrë, transmetime live, studio moderne dhe modernizimi i vazhdueshëm. Ne jemi zëri i të gjitha moshave, i të gjitha krajinave, i çdo shqiptari që frymon shqip, Shqipëri, Kosovë, Malizi, Maqedoni e Çamëri. Ne kemi dokumentuar jetën e komunitetit në Michigan, New York e më gjërë, fal edhe lidhjeve me video direkte. Synimi ynë është i qartë, të jemi pasqyra më përfaqësuese shqiptarëve në Amerikë e më gjërë. Dhe kemi bërë këtë pa u lidhur me asnjë parti, pa u kapur pas interesave politike apo ekonomike, sepse partia jonë është shqiptaria. Ndaj kemi krijuar programe dhe cikle unike, si Malësia po dhëmbë thesar që zgjuan krenarinë e Malësisë së Madhe derisa morën edhe drejtimin e pushtetit lokal. Dhe kemi sjell figura të shquara dhe njerëz të thjeshtë në ekran. Kemi krijuar një seri dokumentarësh për figura, aktivistë në zë të komunitetit, njerëz zakonshëm, bëjmë filmime, evente personale, krijojmë reklama dhe videoklipe. Ne kemi prodhuar një mozaik emisionesh, nga argument tek thank you, nga dhimbje lote shpresë tek WhatsApp, nga fjala specialistit te rubrika sportive, nga memo informative tek hapësira pa kufi Horizont, unike për mediat shqiptare. Dhe ndryshe, nga çdo televizion tjetër që mund të shihni në shtëpi, ne ju sjellim atë që nuk e gjeni askund tjetër. Jetën, portretin, vitalitetin dhe historinë e diasporës shqiptare të Amerikës në 25 vite. E kjo është arsyeja pse jemi unik dhe pse kemi besimin tuaj. Ja dhe pse reklamat tona ndihmojnë bizneset tuaja, pasi dhe audienca jonë është shndruar në klientel të bizneseve reklamuese shqiptare dhe për shqiptarët. Pse jemi ura mes jush dhe vendit tuaj të origjinës. Me ne, një vend që shkrihet në tenxherën e përzierjes identiteti etnik shqiptar në SBA, ka treguar se mund të mbijetojë dhe të lulëzojë kur ka instrumente për ta mbajtur gjallë dhe njohur si Alp TV USA. Të nderuar miq, ajo që kërkojmë nga ju është vetëm mirënjohje dhe mirëkuptim. Mirënjohje për gjithçka që kemi bërë dhe mirëkuptim për mangësitë që mund të kemi pasur, sepse për te çdo vështirësie, zhvillimi ynë është dëshmi e përditshme e një pasioni që nuk shuhet. Në diasporë, identiteti shqiptar është një akt i ndërgjegjshëm,
një përpjekje për të ruajtur lidhjen me origjinën, ndërkohë që përfshihesh në një shoqëri të re. E në këtë proces, roli i medias komunitare është jetik. Alp TV USA apo Alp TV USA për më shumë se 2 dekada ka ndihmuar jo vetëm në informimin e diasporës, por në ndërtimin dhe ruajtjen e një vetdije kolektive shqiptare në një tokë të huaj. Kjo media nuk funksionon thjesht si një dritare që transmeton lajme nga vendlindja, po si një strukturë për fytyrimi komunitar. Ne kemi krijuar Shqipërinë natyrale mes nesh, ne kemi bashkimin kombëtar mes nesh, pasi ju, kështu pra teleshikuesit tanë, jeni të bashkuar nga një gjuhë e nga një gjak. Alp TV USA ndihmon shqiptarët e Amerikës të imagjinojnë veten si pjesë e një komuniteti që shtrihet përtej gjeografisë dhe përditshmërisë së re. Krahasojeni me çdo media tjetër. Dhe do të kuptoni fare mirë se çdo të thotë të punosh për një komunitet, jo për një treg. Për ne nuk ka kënaqësi më të madhe se sa të dëgjojmë nga ju na kënaqet. Sot, pas këtyre 25 viteve, ne nuk ndalemi. Hym në kapitullin e ardhshëm me më shumë vullnet, me më shumë dashuri, me më shumë guxim. Kur nisëm këtë rrugtim, nuk kishim një skenar në dorë, kishim vetëm një ide të thjeshtë dhe një zemër që fjala shqipe të mos shuhej, që zëri ynë të mos tretej në heshtjen e emigrimit. E nga kjo buron dhe vullneti dhe angazhimi i stafit, i drejtorit Ganivila, i imi, Rafaelit, i Valentina Vilës, Jola Rexhos, Lidia Balajt, Astrid Kalibashit, Gjertek montazhierët e kameramanët tanë ndërvites Ilir Myftari, Fatjon Pobrati, Kola Vasili e më së fundi Rafael Hajdini. Korrespondentët tanë në Malsi, vendlindje dhe i kudo gjendur i Beqir Sina nga New Yorku. Shpesh, ndërsa kam punuar net pa gjumë, me zemrën në dorë dhe me mendjen tek një pyetje. A do t'ja vlej? Dhe sot, ndërsa shoh fytyrat tuaja, mesazhet që na dërgoni, përqafimet që na jepni në çdo takim, e di me bindje, po, ja ka vlejtur për çdo fëmijë që mëson shqip përmes ekranit ton, ja ka vlejtur për çdo të moshuar që ndihet më afër atë dheut ku sheh festat tona, ja ka vlejtur për çdo biznes që rritet fal besimit tek ne, ja ka vlejtur sepse nuk jemi vetëm një televizion, jemi një shtëpi shqiptare në çdo shtëpi shqiptare. E faleminderit që jeni pjesë e kësaj historie. Faleminderit që na besoni, që na përkrani, që na kritikoni kur duhet, që na falni kur gabojmë. Faleminderit që jeni zemra e Alp TV USA. Ne nuk do ndalemi, do të vazhdojmë, sepse sa herë që na thoni na kënaqet, ne ndjejmë se misioni vazhdon. Me ju, për ju. Kjo është motoja jonë, sepse ardhmja është një ditë e re që na pret të gjithëve. Gëzuar 25 vjetorin Alp TV USA, rroft komuniteti shqiptar.